ne jemi pyetur shumë gjatë pranverës, atëherë kur ne kërkonim votimin e fshehtë. Dhe ju e dini shumë mirë rezistencën e opozitës që të votohet me votim të fshehtë, ndonë se gjykata kushtetuese me një gjykim të mëhershëm ka thënë që votimi i fshehtë dhe votimi i hapur nuk kanë statuse të ndryshme vlerore, janë të barabartë. Meqense atëherë kryesuesi i seancës konstitutive, Avni Dehari, e provoi 6 herë votimin e hapur në gjysmën e 2 të prillit, pa sukses, ne thamë ta provojmë votimin e fshehtë. Dhe në muajin maj, kur vinë këto deklaratat tona, vinë pikrisht atëherë kur duke i qartazi se kishte vullnet të opozita, por me kusht që të mos ekspozoheshin ndaj krerëve të partive dhe ndaj medjave në përgjithësi se e dhanë votën për konstituim kuvendit. Pra, kishte një lloj trysnie të jashtëzakonshme mbi deputetët në muajin maj, si vjet, që kurse se të mos bëjnë as takime me lëvizjen vetëvendosje. E votimi i fshehtë për neve edhe ishte e drejtë, ligjore, edhe ishte obligim politik për të konstituuar institucionet që fillojnë me atë të kuvendit të legjislaturës 9, por në anën tjetër ishte edhe shans për dal nga gërçi. Dhe unë besoj që në atë periudhë po të votohej me votim të fshehtë, Albrena Haxhiu i ka pas 61 votë. Edhe sot e kësaj dite mendoj asaj. Tash nuk mund të themi se s'do ta aprovojmë asnjëherë më. Po, domethënë, ose nuk dihet. Domethënë, unë jemi bindur që në atë kohë Albrena i ka pas 61 vota me votim të fshehtë. Dhe insistimi im ka qenë më testoni, pra më provoni. Besoj që nga pranvera, vera deri në vjesht, numrat kanë lëvizur. Prej 56 deri në 62-3, nga java në javë. Dhe dje ishin 56, tash janë 3-4 deputet që na e kanë thënë shumë qartë, bëni ju 60 vota, ne jemi i 61. Kjo i bie që po t'i kishim 60, do bëhemi 63 ose 64. Po, jemi tash ku jemi këtu dhe vazhdojmë.